Kryetari i Bashkisë Lokale të Krajës, Beqir Berjashi, ka folur për gjendjen aktuale të kësaj treve malore, duke vënë pa potencialin e saj bujqësor, natyror dhe turistik, por edhe probleme serioze që puçojnë largimin e popullsisë. Sipas tij, Vjeshta dhe dimri në kraj, pavarësisht kushteve klimatike, janë periudha me përfitime të rëndësishme bujqësore, pasi prodhime si qepa, hudra dhe gështenjat përbëjnë burim të ardhurash për familjet vendase. Megjithatë, Berjashi thekson se mungesa e infrastrukturës bazë, rrugëve të amortizuara dhe shërbimeve institucionale ka ndikuar drejt për drejt në shpërnguljen e banorëve. Ai shpreh zhgënjim ndaj pushtetit lokal për mos realizimin e projekteve të premtuara, përfshirë asfaltimin e rrugëve lokale dhe ndërtimin e objekteve publike, duke theksuar se fondet buxhetore kanë mbetur të pashfrytzuara. Kraja është një vend malor, një vend që në kohën ndoshta të dimnit, në kohën e Vjeshtës dhe dimnit i sjell ndoshta përfitimet të ardhmat më të mira, sepse edhe ka prodhimet bujqësore të cilat janë qepa, hudra, të gjitha që realizohen. Dohani po ashtu është koha kur përfitohet prej shitjes së tij dhe do janë në fazë përfundimtare të realizimit të prodhimeve. Gështenjat po janë poshtu në fazën e përfundimtare të prodhimit, por është një kohë ndoshta kur edhe pse është natyra në hekshtje, gjallënia dhe përfitimet që për ekzistencë të popullatës ndoshta janë koha më e mira se sa në një stin tjetër kur kemi shpenzime. Mirë po, sidoqoftë mungon infrastruktura përgjithshme që mungon në kraj, dhe ajo infrastrukturë ka bërë largimin e popullatës, sigurisht se pa ujë, pa infrastrukturë rrugore, pa institucione të cilat kishin me shërbyer popullatës më mirë, atëherë me siguri edhe populata ka marrë mërgimin. Unë një pjesë të jetës krejt të kaloj në kraj, edhe pse ndoshta kushtet i kam për të larguar nga kraja, po përsëri vendindja man gjallë, vendindja sepse në kopshtin tim në kopshtin tim tani janë të gjitha ndoshta prodhimet vjeshtore që i gjej, duke filluar prej shegave, duke filluar prej mushmullave, më gështenjave, mollave të Japanit, të gjitha këto produkte i ke në kopsht. E sikur të largoheshem nga këto do të na mungonin dhe me siguri duhet ose me i ble, ose në një natyrë nuk kishim me mujt na me i marr ashtu sikur se shërbehemi në kopshtin apo në pasonin ton shtëpiake që kemi. Ashtu të rritë, pa ashtu më ndodhin për një jetë tjetër, ashtu dhe familja ime dhe ashtu të tjerë më ndodhin, por në kam vështirë që të largohem nga këto bukuri natyrore, edhe pse ndoshta pak me vështirë, por janë stabilizuar disa gjana, ndoshta shërbimet me rrymë elektrike, ndoshta pak çështja e ujit, furnizimi për nevojat familjare janë rregulluar pak a shumë të gjithë, janë rregulluar të gjitha standardet shtëpiake në përgjithësi të gjithë me banjo, me shërbime tjera, me automjete, me rrugë, kështu që gjithmonë ka ngecje, ka përmirësime, ka vend për përmirësime, sepse me siguri duhet ujë për vaditje që me pas produkte më të mira, duhet rruga me qenë më të mira që më shërbyen, do thotë jam me shkojnë një rrugë udhtim për në Ulqin apo Tivar, edhe me thyë gjysën e automjetit në për gropa, në për ato, por me siguri që të gjitha këto do të ndikoshin pozitivisht në jetën tonë në fshat, dhe ndoshta do të ishte pak edhe më tërheqës, sidomos në kohën e sezonit kur vinë dhe mërgjimtarët tanë, që me këto kushte si kushtet e infrastruktura rrugore dhe uji të rregullohej, do të ndoshta pushimet do t'i kaloshin një pjesë më bukur në vendindjen e tyre. Po, si e keni mirëpritur nga pushteti lokal, si ishte mirëpritur iniciativa apo nënshkrimi i kontratës për konstruktimin e rrugës Ostros-Katërko? Në fazën pushteti lokal ka poshtu realizimin e buxhetit apo kryen e vendimit për aprovimin e buxhetit komunal, ku më të vërtet janë parapama shumë mjete kanë mbetur nga viti i
kaluar pa realizuar, por aty janë diku rreth 20 milion euro pa realizuara nga Maleviko, ndërsa 10 milion euro kanë mbetur nga viti i kaluar. Jemi pak a shumë edhe neve si bashkësi lokale jemi të zhgënjyem me këtë vit për pa punësinë e pushtetit lokal ndaj këtij vendit, sepse nuk ka mund të realizohet as projektet apo pjesa buxhetore lidhur me asfaltimin e rrugëve lokale, nuk ka mundur të realizohet as ndërtimi i ndërtesës që është e parapramet disa vite për cilët që të realizohet dhe të riparohet që kemi pas dhe disa shumë pika tjera që kanë. Mundojmë diçka pak a shumë, kemi arritur disa qëllimet tona, por pak janë. Pak kraja ka nevojë dhe pse ka mbetur pak banor dhe sikur se ndoshta edhe pjesa e Shestanit, kraja nalt, atëherë disa thonë po kuj me aban. Ky vend duhet të valorizohet, duhet të afirmohet, duhet të punohen projekte të reja për tërheqjen e njerëzve, për tërheqjen e turistëve, sepse me hapjen e këtyre rrugëve që po mallën dhe lidhen me Shkodrën, kraja duhet të jetë një qendër turistike mjaft e madhe, mjaft e bukur, mjaft tërheqëse, jo vetëm për shkodranët dhe rrethin e Shkodrës, po edhe për të tjerë që të vinë të vizitojnë këto dhe tu të zhvillohet një zonë turistike atraktive. Po, mendoni që janë për të vajsuar ato që kanë ikur dhe a mendoni që ato që kanë lënë krajin, në qoftë se realizohet si ujësill, si ashtu hapja e kufirit, por edhe rekonstruktimi i rrugës, mendoni që do të ketë prej atyre që kthehen? Është shumë vështirë, sepse nuk mund të mendoj atë gjë, sepse është e pamundshme, se nuk standardet janë formuar në vende tjera dhe jeta është e organizuar në qytete apo jeta tash për tani ka ardhur, sepse shumë e vështirë është me kuptuar se asnjë familje nuk man bagëti, nuk man kafshët shtëpiake të nevojshme si lopën, delet e tjera, që dikur ishin kryesore, tani si mund me kuptua ose me kthye me majt ose me kultivimin e dohanit. Por do të me kuptua gjithë. Të gjithë shumicën e që kemi dalur, edhe që kanë dalë në Olqin apo në Tivar apo në qytete tjera, pasurinë kryesore e kanë siguruar prej kësaj kraji. Prej kësaj kraj i kanë vu temelat e ndërtimit dhe në rindërtimit të banesave dhe trojeve të tyne që i kemi mi blerë, qoftë përmes punës, qoftë përmes blegtorisë apo bujqësisë kryesore. Këtu është marrë gjaja kryesore, mjetet financiare janë siguru këto dhe kanë shkua e i kanë shpenzuar dikur tjetër. Unë shpresoj se kjo zonë duhet më bë tërheqëse për zonë turistike. Mos ta lëm të bëhet zonë e gjuetisë dhe e rritjes e garcinave, thive të egjer, të mushën e malë dhe të jetë veç zonë e gjuetisë. Kjo duhet të jetë zonë turistike për turizmin dhe shfrytëzimin e liçenit të Shkodrës, ndoshta edhe për turizmin malor. Nuk tham që të përjashtohet edhe mundësia e gjuetisë, por sidomos ne tash në kraj ka rrezik prej largimit të popullatës që e garcinat na vinë deri në pragun e shtëpisë dhe ndoshta ku janë të vetmuar dhe mutrem, ndoshta prej thive, prej vjedullave, prej dheltnave, nuk mundesh me kuptua e garcinat që në një pemë, siç është molla e Japanit, është e mbushur me shpend të ndryshëm që e përdorin për ushqim, që në gjykur nuk kanë qenë të pashfrytzueshme. Sot janë shumë vështirë të kuptohet dhe të kthehet dikush kur i sheh të gjitha këto bremga ngosje që janë. Sa mendoni që kjo iniciativa e rikonstruktimit të rrugës do të jetë pozitive për krajin? Çdo gjë që të bëhet në kraj ishte mirëseardhën, jo për ne që jetojmë në kraj se jemi gjenerate vjetër, por edhe për të rit, sepse kjo zonë nuk kishte më mbështetisë ndoshta më të madhe. Do të ndikoj patjetër, sepse unë kam thënë në festën e Gështenjave që hapja pikës kufitare është një histori e kalume e cila gjithmonë kraja ka qenë lidhur përmes vizë ujore me Shkodrën, por tash mund të lidhemi me Shkodrën përmes vizë toksore që veç punimet në zonën e Shqipënisë, në Shirok, Zogaj, kanë filluar punimet të janë në pjesën përfundimtare të asfaltimit të një pjese. Ndërsa me qeveria Malit të Zi ka ndarë 100.000
€500.000 për projektimin e xhades prej Maxhurrive deri në Ske, që është e obligueshme komuna e Tivarit me realizu këtë projekt, dhe ky më marr mendje që është në fazën përgatitore për realizimin e projektit dhe që ndikur me siguri do të bashkëshohet më shpejt që të lidhet, se ajo patjetër ajo pikë duhet të lidhet me një rrugë infrastrukturë të rrugore mjaft të mirë. Por dhe ky kontrata e fundit që është lidh me Put-Bar, që është lidh për hapjen e rrugës Katërkoll-Ostros, po të gjithë kemi prit për një gëzim të madh, ndoshta është edhe një ngjarje historike edhe ajo. Ajo ishte sikurse rroga me Shkodrën një dritare e re, edhe kjo është një dritare e re për lidhjen e krajës me anët e malit dhe me Orgjë, sepse me siguri kur të shkash në Katërkoll apo të lidhesh në Katërkoll, nuk mundesh me pa kthye pa krajën çdo vizitor, sepse ka shumë monumente historike, sikurse është liçeni Kisha e Krajës, liçeni i Shkodrës, monumente historike nëpër kraj, edhe të gjitha këto do të lidhshin një histori të gjatë, sepse kraja posedon një kapital të fortë historik, kulturor, natyror, bujqësor, po ka edhe shumë njerëz eminent që kanë dalë nga kjo trevë, që i kanë shërbyer vendlindjes dhe më gjerë, njerëz të shkencës, kulturës, artit, politikës e tjera, që s'do të thotë që nuk meritojnë që të shihet vendlindja atyre apo të vihet ka njerë dhe ato të vinë ta shohin krajën sa është. Mendoj që rruga që po premtohet ja pa bëhat me 2024, 2024, 2025, tash po prisim me 2026. Premtimet janë të kahmoshme. Megjithëse që puna është shumë më afër, do të thotë një realiteti, një aktualiteti real që ndoshta fillohen ndaj punime, megjithëse që nuk bëhet rruga për një vjet as 2 vjet. Është në atë kontratë, ende nuk kemi të parapame kur fillon dhe kur mbaron. Kështu që është një projekt i gjanë, jo për këtë pushtet apo qeveri, por një projekt i cili pritet që të realizohet brenda 3-4 vjetëve, çka edhe kroja më ndoshta e meriton kjo zonë. Një shpresë e madhe për zhvillimin e zonës sipas Bërjashit është hapja rrugës Katërkoll-Ostros dhe veçanërisht e pikës kufitare Ske-Zogaj, e cila do të lidhte malin e zi me Shqipërinë. Ai thekson se kjo lidhje do ta shndronte krajën në një zonë të rëndësishme turistike, duke shfrytzuar pasurinë natyrore, historike dhe kulturore që kjo trevë posedon. Përmirësimin e infrastrukturës dhe hapja kufirit, sipas tij, do të sillnin zhvillim ekonomik, turizëm malor dhe shpresë për të ardhmen e krajës.